Përshëndetje weekend, u bë kohë që s'jemi parë. Hajdeni të shifni pak më tepër për mua. Mirë se na erdhët. Mirë si ju gjetëm. Për mu shumë knatësi që mirëpritet sot në shtëpinë tënde. Gjithashtu kënaqësi edhe për mua që ju mikprita. U bë shumë kohë që nuk kemi dëgju diçka për Efën, edhe sot kur e pash që jeton me 4 mace, mu mbuni shumë habi. Tani kur çdo që e dëgjon këtë thot, gjëna e vetmuar me 4 mace, ja i dua shumë. Është një dashuri që nisi vetëm me një. Pastaj mora të dytën. Edhe më vonë, njëri për tyre bëri 4 beba, të cilat i mora 2. Nuk mund t'i lija, ishte shumë të bukur. Fillimisht unë duhet kërku ndjes nëse e kam pak me siklet këtë pjesën e maceve, për shkak që qysh prej fëmijë mu ka kriju një fobi. Kështu që nëse pak më shet që e kam siklet, të kërkuj ndjes. Unë mendoj që ti sot do heqësh fobi me mace. Ti nuk deli nga kjo shtëpi pa i fërkuar që të 4. Pa i lidha ato që të gjithë. Po. Qefi jam është me e largu, për shkak që e di që nuk janë krijesa të këqija, janë shumë të mira, të buta dhe pikërisht ti që jeton me të 4 bashkë, e dëshmon që janë të mira. Janë shumë të mira, japin shumë dashuri dhe në momentit që për shembull ndoshta janë pak poshtë psikologjikisht, mund të them, dhe ajo gjë që unë bëj tashmë është rri me veten time, sepse kam kuptuar të ndenjurit me njerëzit nuk është se të largon trishtimin, problemet që ti ke, por të qëndrosh me veten tënde, por ka edhe nga ato momente që imagjinoj mos t'i kisha, do ishte shumë bosh shtëpia. Dhe thjesht i lëvizin, luajnë, bëjnë një budallik, t'japin shumë gjendje emocionale të mirë, të këndshme. Çfarë raporti ke me vetvetën? Di të them që kam një raport shumë të mirë, dhe sidomos në krahasim si e kam pasur, por rregullohet dita ditës. Kam punuar shumë fort me veten time, prandaj edhe dal dhe flas sa më shpesh të jetë e mundur këtë tematik, sepse duke e parë situatat që unë ndoshta mund të kem kaluar, situata emocionale, pa dashur të them situata jetësore. Thjesht emocionale sepse ka disa njerëz të cilët i perceptojnë gjërat ndryshe, i përjetojnë ndryshe. Puna me vete më ka bërë shumë mirë dhe do doja shumë që këtë gjë ta bërtas tashmë, duke qenë se zëri më është dhënë dhe ka mundësinë ta them. Do e bëj sa herë të kem mundësi, sepse e shoh që jeta ime ka ndryshuar që në momenti që unë kam rregulluar raportet me veten time, dhe gjë që unë kam mësuar në këtë deri tani jetën time është që nëse ti nuk i ke raportet mirë me veten tënde, mos u mundo absolutisht të rregullosh njerëzit rreth teje. Është vetëm vetja jote, vetëm veten tënde mund të rregullosh. Të tjerët pastaj nëse po flasim për periudhën ku nuk e pas raporte të mira me vetveten, si e përshkruan atë periudhë? E përshkruaj si një periudhë të errët, e përshkruaj si një periudhë të cilën nuk ja kam kuptuar vlerën edhe asaj periudhe. Por sot, kur e kthej kohën mbrapa, e kuptoj që dhe ajo periudhë duhej. Që të bëhesha apo të isha kjo që unë jam sot. Apo të bëhem dhe të jem ajo që dua të jem nesër. Pra çdo lloj problematike që mund të kem kaluar, ose lloj gjendje emocionale jo të mirë, më ka bërë të kuptoj shumë gjëra dhe të kuptoj fjalën fiks që çdo gjë ndodh për një arsye. Periudha ku ne e njohëm Efën ishte emisioni Përputhen, pastaj edhe Big Brother. Si kanë qenë këto periudha për ty, për shkak që e di që paraqitja e parë në ekran, qoftë edhe vetëm një dalje televizive, e di që komentohet shumë. Edhe ka pas edhe momente ku ka pas edhe komente negative, po edhe ato pozitivet nuk është që kanë mungu. Si ka menaxhu Efi gjitha këto, për shkak që një vajzë e re para ekranit është edhe pak më e brisht? Po, kam qenë pak më e brishtë sa mund të jem tani, por nuk kam qenë e brishtë as në atë moment që unë ja kam nisur. Këtë gjë kam bërë si fillim.
Me kalimin e kohës fillova duke lexuar nga pak, duke u rritur vetbesimi tek vetja ime, atëherë filloja dhe lexoja nga pak, duke parë se si reagoj unë, se si ndihem unë emocionalisht me ato komente. Dhe avash fillova duke i lexuar të gjitha. Sot i lexoj të gjitha dhe mesazhet që më vijnë, të gjitha i lexoj, nuk e kam problem fare dhe thjesht jam shumë e lumtur që nuk ndjej asgjë dhe ndjej thjesht një lloj mëshire për ata njerëz që kanë aq kohë, sikur edhe 5 minuta të merren me jetën time apo me jetën e gjithkujt, se kur flas flas për veten, po aman ata njerëz ekzistojnë për të gjithë. Që kështu, perceptimi im sot është që ata njerëz të cilët kanë kohë të merren me ty dhe të japin një koment negativ, ata janë të pakënaqur nga jeta e tyre dhe ti ke diçka që atyre u mungon. Që kështu për aq kohë sa ekziston dhe kjo gjë është fakt, atëherë për çfarë duhet unë të shqetësohem? A të bën kjo që ty Dhe për aq kohë sa ti e njeh veten tënde shumë mirë se kush je. A të bën kjo që ty me qenë shumë më e drejtë për drejtë? Po, patjetër kam qenë gjithmonë në fakt e drejtë për drejtë. Ndoshta dikur kam qenë dhe drejtë për drejtë dhe duke prekur ndoshta dikë. Paksa. Kurse sot nuk dua ta bëj më. Dua ta shmang totalisht këtë. Nëse dua të jem e drejtë për drejtë pa prekur njëri, do ta bëj, mundohem, po nuk dua më të gjykoj dhe të merrem me jetën e askujt. Fatkeqësisht, prandaj ti thua kam kohë që nuk më shef, sepse nuk e bëj më këtë gjë dhe për të qëndruar pjesë e zhurmës, le të themi, ti duhet të jesh aktive me gjërat dhe ndodhit që ndodhin më së fundmi. Bën Efi kompromise? Jo. As pak. As pak. Kam bërë ndoshta pak, dikur, po një gjë që më ka mësuar një mik është që mos bëj kur kompromis për interesin. Dhe ndoshta kjo gjë ka rezultuar në fillim pak problem, sepse jam dukur si mendje madhe, si një njeri antisocial, si një njeri ku di unë në një term negativ për ta, po mua më pëlqen shumë karakteri im, sepse e di që nëse unë e bëj diçka e bëj se vërtet e dua. Jo sepse duhet. Sa mirë i zgjidh miqt Efi me që ishim të miku? Efi nuk i ka zgjedhur fare mirë miqt. Jo, ka gabuar pafund shumë dhe një gjë që unë kam kuptuar është që Zoti do të të japi të njëjtën problematik derisa ti ta kuptosh. Domethënë do të të shfaqet sërish dhe sa herë ti të gabosh me miqsin do të vi prap një mik tjetër, i cili do bëj prap ndoshta edhe një gabim më të madh derisa ti të zësh mend. Ndoshta sot kam zënë, por nuk e garantoj sepse gjithmonë kam qenë një njeri i cili jam munduar shumë për të tjerët, por kjo prap ka ndodhur për faktin sepse nuk kam vënë veten time të parën. Është i mirë nuk të bëjë. Po ati momentet që e ndjeve dëshprimin për shkak që mes rishtave atë sa unë po arri me kuptu, kanë qenë njerëz cilët realisht kanë lëndu? Ose të kanë dëshpru, le të themi? Më kanë lënduar kur kam qenë 20 vjeç, që sot jo, nuk më ka lënduar askush. Thjesht. Okej. Dgjoj, unë në jetë kam kuptuar që duhet t'japësh pa pritur asgjë mbrapsht. Dhe unë e zbatoj këtë gjë, nuk pres asgjë. Që kështu nuk është se jam zhgënjyer, ose më sa kam thënë dhe një thënie dhe them gjithmonë edhe në Instagram. Zhgënjimi është e kundërta e gënjeshtrës. Pra ty thjesht hapen syt. Kush është e kundërta e gënjeshtrës? Dhe më ka thënë Sheki këtë, dhe atja them t'ja përmend emrin, se është i mrekullueshëm, edhe është vërtet kjo. Në momentin që ti ndryshon perceptimin e të parit gjërat, dhe i shef në mënyrë pozitive, pra si një mësim, jo si një dështim, atëherë nuk ndihesh më keq. A mendon që këto periudhat jetësore të cilat i kalojmë na bujnë me qenë këta që jemi sot, sepse nëse veç gjithçka i shkon bardhë edhe veç pozitive, mendon që jeta i shkon edhe aq e mirë sa mund të jetë sot për ty? Jo, absolutisht jo. Do isha komplet një Nuk dua as ta mendoj këtë gjë, ndoshta e kam menduar në disa momente që kam gjykuar, le të themi veten, pse gjërat nuk po ecin, çfarë kam bërë gabim, pse, domethënë nuk kanë ecur në atë periudhë. Por duke parë se si kanë funksionuar gjërat, mundohem sot edhe në momentin që has vështirësi, sepse vështirësi do kemi gjithmonë, të kuptoj që okay, dhe atëherë doja atë gjën, por ty të erdhi një gjë më e madhe. Pra, çdo gjë, siç e thash dhe që parë, ndodh për një arsye dhe unë këtë e kam mandrën time, le ta themi, mandrën. Edhe e kam gjithmonë, nuk mërzitem më për as edhe një lloj gjëje që mund të kem bërë në jetën time, ose për shembull në moshë më të vogël prindrit më kanë thënë edhe për ta, se nuk punon, nuk bën, sot i them
Çfarë? Ndoshta unë nuk kam lindur për të bërë punë krau, por ama unë e gjeta rrugën time se çfarë unë dua të bëj. Çfarë raporti ke sot me prindërit? Kam raport shumë të mirë. Ajo gjë që ka ndodhur ndryshe tani është që ata i kanë sytë dhe veshët e unë për të dëgjuar, për të marrë një mendim, i shohin gjëra ndryshe. Nuk është se kam pas ndonjëherë raport të keq me prindërit e mi, gjithmonë kam pasur raportin e mirë, përveç normal adoleshencës, që unë kam qenë një fëmijë që s'kam dëgjuar kur prindrit e mi. Edhe fjala që më thuaj gjithmonë është ti kur s'na dëgjoni, thashë shef që doli për mirë që s'ju kam dëgjuar. Ti e ke një vëlla më të vogël. Po. Po raporti me to si është? Është perfekt. Si është me pas një vëlla më të vogël se vetja? Për shkak që e di që motra çdo herë thuhet që lën kokën pas vëllaut. Unë dhe vëllai im kemi një raport perfekt, kemi një respekt maksimal për njëri tjetrin, nuk e kemi këtë raportin, me sa duket ndoshta është mosha që jemi zënë ndonjëherë apo nuk ekziston fare kjo gjë. Vëllai im më dëgjon, më respekton shumë, edhe unë gjithashtu atë, jemi krah i njëri tjetrit. Ai aq sa mundet, unë aq sa mundem dhe gjëja më perfekte dhe gjëja më e lumtur që unë ndjej është që kemi një raport kaq të mirë sepse kemi dëgjuar fatkeqësisht raporte vëllezërish motrash që nuk shkojnë mirë dhe gjëja më e bukur është që e di që ka një shpirt të mrekullueshëm. Edhe kjo është gjëja më e bukur për mua, dhe do më ketë krah gjithë jetën e tij. Me sa e kuptova ti jeton vetme në shtëpi. Po, vetme. Si e menaxhon këtë pjesën takimet me prindërit, qoftë me vëllaun, si kalon dita jote? Dita ime është shumë e angazhuar. Nuk zgjohem shumë herët në mëngjes, them të drejtën tani kam filluar të zgjohem herët, po mësoj anglisht. Unë e di anglishten, por kam një problem shumë të madh, me sa duket është një lloj traume që nuk e flas dot. Domethënë e kuptoj, po nuk guxoj ta flas. Dhe sfida ime, domethënë, është që këto 6 muaj unë të merrem me këtë gjë. Pra tani çojmë në 7:30 të mëngjesit sepse kam kurse, po ta lëm mrapa nuk e bëj. Kam takime të ndryshme, kam biznesin tim, kam Instagramin, kam prindrit, kam detyrimet e mia, kam jetën time, le të themi shoqërinë time, pra gjithë dita ime zakonisht është jashtë, nuk vi pothuajse fare në shtëpi. Prindrit i takoj çdo javë, mund vinë ata tek unë, shkoj unë te ata sepse në Tiranë jetojnë dhe ata, thjesht ishte zgjedhja ime të jetoj vetëm se rritesh dhe ke nevojë për hapësirën tënde. Dhe vllai gjithashtu vjen shumë shpesh, rrim këtu bashk. Çfarë lloj librash të pëlqen të lexosh më shumë? Libra psikologjike ai ke aty. Edhe ma mori mendja që kemi thënë psikologjik për shkak që gjatë bisedës, po arrim e kuptu që nuk është që e merr ashtu sikur në sipërfaqe, ti futesh brenda asaj cilës po e bën ose po e flet. Nuk është që je sipërfaqësore, je shumë detajiste dhe arrin me marr më shumë se sa që të ofrojnë. Jo, jam shumë detajiste, është një gjë që kam bërë që e vogël, po ndoshta atëherë nuk ja kuptoja vlerat dhe më bënte të ndihesha keq sepse jam shumë njëri empatik. Dhe duke qenë kështu, thjesht më hypte gjithmonë kurioziteti për të kuptuar pse ndihem në këtë lloj mënyrë. A thu njerëz të tjerë ndihen si unë, a thu e mendojnë si unë. Dhe kjo ka qenë arsye që nëse kam filluar të lexoj libra për herë të parë, ka qenë vetëm të studioj rreth psikologjisë, rreth mendjes të njeriu, pse funksionon ashtu si funksionon, më pëlqen shumë spiritualizmi, domethënë kërkoj më shumë, dua të di më shumë. Lidhesh shumë fort me njerëzit emocionalisht? Jo më. Dikur jam lidhur shumë fort, tashmë jo. Janë shumë pak ata njerëz që unë kam zgjedhur t'i jap dashurinë time 100%, sepse unë gjithmonë kam thënë, dashuria është shumë e thjeshtë. Thjesht duaj, nuk është se ka asnjë mendim negativ, as po dhash, a do marr, nuk ka asgjë. Por fatkeqësisht nuk mendojnë të gjithë njerëzit kështu. Kanë frikë, kanë traumat e tyre, pra kanë arsyet e veta, nuk po them që unë jam e mirë dhe ata nuk janë, por kam zgjedhur shumë pak njerëz të cilët e di që punojnë edhe e duan veten, dhe në momentin që ti ke shumë dashuri për veten tënde di dhe t'ja japësh të tjerëve, dhe ata thjesht i dua pa mas, pa mendime, pa asnjë lloj gjëje, pa interes, pa asgjë, thjesht i dua. Por nuk janë më shumë, janë shumë pak dhe madje janë dhe njerëz që askush si njeh, nuk. Me që tani je rritur dhe e kupton, çka është ajo që e kërkon tek personi? Nuk ka një listë, nuk ka asgjë, thjesht të doj dhe ai veten, po ai sa e dua unë. Nëse ai e do veten, atëherë çdo gjë do jetë shumë mirë. Nëse ai e do veten, do pranoj
këshilla, do pranoj diskutim, komunikim, do toleroj, do kuptoj, pra ndodh çdo gjë automatikisht se kur ke dashuri për veten tënde thjesht e kupton edhe tjetrin. Periudhën e Big Brother e ke jetu si eksperiencë. Si ka qenë ajo për ty? Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, në të cilat dhe aty u morën ca mësime, në çdo gjë merret një mësim. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, ka pas vështirësitë e veta, patjetër, sidomos periudha e fundit, që unë isha ka qenë goxha e vështirë, po sot e kujtoj si një eksperiencë veçantë, bukur, që më ofroi shumë gjëra në jetë. Pas daljes nga Big Brother, sa njerëz humbë dhe sa fitove? Unë po thuaj se humba të gjithë. Pse? Sepse me sa duket nuk ishin të duhurit në jetën time. Mendon që ka qenë e duhur pjesëmarrja në Big Brother për të kuptuar gjitha këto? Shiko, ka një gjë që njerëzit, kur ta dëgjojnë këtë gjë, do perceptojnë që ju rrit mendja dhe kush mendon ajo se është. Nuk është kjo. Vjen një moment në jetën tënde, jo vjen një moment, po çdo herë në jetë ti duhet të hedhësh hapa. Pra të fillosh të rritesh si njeri. Që do të thotë kur çdo ngeli në po të njëjtin vend, atëherë nuk mund të jetë më pranë teje sepse nuk e keni më rrugën e përbashkët. Dikush do kuptoj, dikush nuk do kuptoj, me dikë do ngelesh miq, por miq të cilët nuk takojeni shpesh, thjesht duheni dhe respektoheni, dhe dikush do keq kuptohet dhe do mundohet të thotë pikërisht këtë. U bëre ti. E dëgjoj shumë shpesh, por në fillim jam ndier edhe keq se kam thënë, madje kam kap njerëz, a kam ndryshuar, a jam ndryshe, a jam e njëjta, dua ta di, sepse unë nuk ndihem që të kem ndryshuar, unë jam po me këmbë në tokë, sepse mua vërtet gjërat më erdhën në një mënyrë shumë të bukur, por unë kam kaluar vështirë derisa kjo gjëja erdhi. Dhe e di se si të jem me këmbë në tokë, e di vlerat e mia dhe e di dhe vlerat e njerëzve që mua më rrethojnë. Mendon që është normale kjo pjesa që lidhemi aq shumë me një personazh në Big Brother? Je lidhur ti? Unë jo. Po ndoshta ke shumë punë për të bërë prandaj. Fix. Po s'pate do lidhesh. Shiko se duket çik si e keqe kjo, sepse ka pas njerëz që mua, po, sa të ndoshta me po, jo, dua të them këtë. Jo, dua të them këtë. Nëse unë do shifja dika aty që mua vërtet më jepte diçka. Pra, nëse unë kur kam dalë aty, kur kam dalë nga Big Brother, i kam pasur komente të cilat thjesht kam pëlqyer Efin si Ef. Unë nuk do doja dhe unë nuk ndihem bukur kur dikush ma më do sepse thjesht jam një personazh publik I cili ka dalë në televizor. Pra unë di t'i ndaj shumë mirë këta njerëz. Dhe nëse do ishte dikush aty që mua vërtet do më jepte diçka, sjellja e tij e saj, komunikimi, mënyra se si I menaxhon situatat, atëherë patjetër që unë do e pëlqeja dhe do e shifja dhe do e ndiqja, do jepja mendimin tim. Kurse mua personalisht nuk ka pasur dikush, unë nuk dua të shoh vetëm të bërtitura apo shere, do me thënë loja aty për mua ka ardhur një pikë që sa më shumë të ngresh zërin, aq më shumë dëgjohesh. Këtë gjë unë të paktën kam kuptuar që po bëjnë banorët, le të themi. Jo se nuk ekziston askush që mua mund të më pëlqej, por nuk më ka tërhequr që të ndjek çdo lloj hapi të tij të saj, kupton? Jo në përgjithësi, as pa dashur të them diçka specifike. Si përfundim Efin, kur do ta shohim në ekran, për shkak që ekrani do shumë, edhe ka shumë njerëz që dojnë më të pa në ekran, edhe po sjell Efi diçka të re për këtë pjesë? Efi po sjell diçka të re, po punon mbi një gjë që nuk ka të bëjë vetëm të dalë në ekran, në çdo lloj ekrani, ka të bëjë me një gjë të mirë që unë kam dëshirë të bëj. Nuk dua ta flas akoma, sepse pavarësisht se jam munduar mos t'i besoj më këtyre që kur flet nuk ecin gjërat, por pse brenda meje besoj, dua thjesht kur të bëhet, atëherë do ta marrin vesh të gjithë. Po mundohem, dhe dua të them këtë po mundohem, sepse nuk është e thjeshtë ajo gjë që unë dua të bëj, por ka të bëj me vajzat. Gjatë bisedës që ne e bëm mes rreshtave, dëgjova disa herë fjalën mendjemadhësi. Edhe gjatë jetës, çdo herë dëgjojmë gjëra për veten, të cilat nuk janë të vërteta. Mendon që një prej të pavërtetave tua është kjo pjesa e mendjemadhësisë që tjerët mund me mendu për ty? Tani, ajo gjë që unë kam kuptuar është që në momentin që ti shfaqesh si një viktim, je shumë më e dashur për njerëzit. Në momentin që ti shfaqesh si një gocë e fortë, atëherë automatikisht je një mendjemadhe, një arrogante apo çfarëdo lloj gjëje tjetër, dhe është shumë e thjeshtë për të sulmuar.
unë nuk do dalë kur si një viktim, as nuk do them, jo po, sepse unë jam kështu si që jam. Ajo që ka unë muj me thonë tash është që një mendje madhe nuk të hapë derën në shtëpis, jam shumë e bindur, kështu që unë e vlerësoj shumë që sot më pritë në shtëpin tënde. Ndoshta edhe në kohën kur donë me u relaksu për veten edhe mos me pas këtë pjesën që me pas dikon mysafire, mbi gjitha dikët të medjave. Kështu që e vlerësoj shumë që hapi sot derën në shtëpis për mua dhe më pranove me zhvillu një bisedë po kaq të këndshme bashkë. Ishte shumë kënaqësi, do doja të gjej njëri të ketë mundësinë të shohi pak nga ne sa do nuk është sa kemi mundësi të tregojmë shumë, por të më shohi mua tamam, pavarësisht se jam veshur me këmishë me xhinse, do doja, jam lyer pak, do doja të dilja fiks si çri në shtëpi, po thash jepi mos e tepër. Që kështu, unë të falenderoj shumë për vlerësimin, faleminderit që erdhe, sepse në fund ditës morët rrugën dhe erdhët kaq larg për mua dhe vlerësoj shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit.